Prit, është thënë se hieroglifiku O është dielli, por nuk është thënë se hieroglifiku D është gjysma e tij. Hieroglifiku D në çdo rast, në çdo rrethana, në zanafil, do të thotë dalje, ndalje, ose më thjesht da, por vëre, hieroglifiku A është ofruar thjesht për të përcjellë pastër qartë kuptimin, domethënien e hieroglifikut D, përndryshe sapo kemi ndërtuar, ofruar një fjalë tjetër. Për më shumë, libri Gjuha hieroglifike dhe ndiq profilin. Kujto, faktet nuk janë opinion.